Përkundër pohimeve që i kishte bërë më herët, Imeli tani thotë të mos ke deklaruar kurrë se nuk ka qenë pronar i vetëm. E pse keni deklaruar atëherë në diskutimet tona më të mëparshme se prona ka qenë e vëllau të juaj sekretarit të BIK-ut dhe të Myftiu Tërnava? Asnjëherë s'kum deklaru. Ku e ke niti këto që kum deklaru? Ne kemi bisedu bashkë më herët dhe ju keni thënë që prona ka qenë e tyre. Ku ti kum deklaru? Ku ke niti që kum deklaru? I kemi audio-ingjizimet i nderuar për bisedime që kemi zhvilluar. Ti heq absolut asnjë qëzim se ki. Gjojnë ka ti qëzim, reklamohet ku të dush reklamohet. Okej, e pronat në villat në Brezovic, tokat edhe banesat e tjera, të cilat i keni... Cilat banesa? Zotërimer, në bazë të diskutimeve më herët që kemi pas, keni thonë që kur e keni shit tokën, Por korekci betimi për drejtësi kujton pohimet e Sadriut lidhur me pronaret e vërtetë dikura e saj toke, e tani pronës në Brezovic, banesave e tokave që ishin marrë në këmbim. ajo tokë au kone jotja e Tërnavës, ative që ke pas në mërton? Dëgjo, këto kanë në tem, aty kanë qenë dy vetë, vlau edhe Tërnava bashkë. Okej. A 3 vetë. Po në temin ka qenë ajo. Po si kam qenë këtë pjesë ata kanë jetu në Prishtinë, kështu që është dash dikush këtë pjesë në to. E ku i keni toka tjera, që i keni marrë në këmbim që saj? Urne? Tokat ku i keni? Na tash të nuk kem atë, na kem ato janë, na i kemi dhënë këmbim me banesa, me pjesë e kam në Brezovic, ashtu s'ka të bëj me ato fare. Po, mirë po une, e kom pas një tokë të mirë, po aja nuk është hala definitivisht, është tokë e gjendje, ma ka kësi gjykata,